Mirëmbrëma dhe mirë se vini në episodin e radhës të emisionit Muhabet me Arditin. Sonte kemi një mysafir i cili nuk do të na tregojë historitë të dëgjuara apo të lexuara, por histori që i ka përjetuar vet. Mysafiri sotëm është Edmond Grabanica nga Klina, i cili do të na rrëfej për luftën të cilës ju bashkua si adoleshent. Edmond, faleminderit që pranove ftesën, edhe mirë se vjen fol drejt. Faleminderit për jush, ju rritnera për mundësinë. Shumica e ushtarëve e kam pas një arsye pse hin luftë. E kam pas një të kaluar që familjare, që vdikan. Çu brumuse, çu vedisove, domethënë kombëtarisht që me ju bashku luftës. Që thallat ti më herët, shumica ushtarëve nuk janë njerëz që janë bërë ushtar ditën dhe. Sot po do më bëj ushtar, por gjithë kanë të kaluar me familjare, kanë kaluar do etapa, edhe në fund kanë ardhur deri te dita kur janë bërë ushtar. Unë jam qenë shumë i vogël, në kohën kur plaku jem ka pas një keq trajtim nga policia serbe. Në atë kohë, natën 1, natën 2, 3 nuk e di sakt, edhe policia serbe maltretuan edhe rrehen. Kur erdhi plaku te shtëpia, është kon shumë tepër i dëshpëruar, shumë i mërzitur. Ndër tjera kur e kam pa, nuk kam ditë çfarë më bën në atë moment, nuk kam ditë çysh më thonë ose çka më thonë. Po i kam thonë vetit, plak pa ta marr hakun nuk e la. Kam jetu për mua hakmar për ta. Asnjëherë në jetë nuk e kam thonë këta, ti shkon plaku jam gjallë, nuk e kisha thonë, sepse lufta ka pas problemet e veta, dhe më pandodh mu diçka, ai kish mujt me mjalon fajin vetvete, sepse më ka ndodhur mua dhe ky ka hi mua hakmar dhe ka shku. Por çashtu ajo kon momenti kur unë i kam thonë vetit, nëse mipet në herë mundësia, kur në jetë pa hakmar nuk kam e lënë. Do të thonë vendimin ose menën e ke prej atëherë. Menën e kam prej kur i kam pas 3-14 vjet. Hiç më shumë. Kam prej menën atëherë se kam e bën dhe e kam bë. Edhe për i këtuhit i tham plakut atje ku është, e kam kryer atë punë. Ta kam nxjerr hakun, e kam nxjerr hakun, jam hakmar. Cila kun arsyeja e maltretimit, Plaku ka qenë një aktivist i madh, ka qenë një patriot shumë i madh. Është ndër të parë në kohën kur kanë filluar natë 2, natë 1, kur kanë filluar mobilizimet në grupe të vogla, plaku ka në mesin e disa tjerëve si mobilizuam me 2, njërin kushërinit vetin, tjetrin e kemi pas Kojshi, kushërini ka qenë Pasamirosh, Kojshia ka qenë Arifi Meri, familje shumë e respektuar në fshat tonë, ne kemi lidhje familjare me ta. Jemi shumë miq me ta. Edhe këta tre janë kanë ata të parë që kanë filluar këtë farë pune, kanë menuar për me një këtë farë pune, ndër tjera atë kjo punë filloi tu shafit pak më vonë, edhe filluan të grupe tjera me u ashtu, po plaku ka njëri shumë patriot i madh. Plaku është njëri i parë në komunën e Klinës që është nxjerr për i punë. Për arsye se kur kanë filluar demonstratat në 88, 89, 87 kur kanë qenë atë. Ai me kamion atë ku se ka qenë shofer kamioni, me kamioni ka transportuar nxënësat për mi punë në Prishtinë demonstrata. Edhe plakun e ka nxjerr për çfarë arsye për punën. Plaku ka dalë për punë pa hy masat e dhunshme. Në atë ku janë kanë hala disa shqiptar udhëheqësa të organizatës nga punuaj, edhe kanë nxjerr për punë. Domethënë është kanë njerëz që u morën me aktivitete patriotike prej kur unë e mbaj mend. S'ka qenë asnjëherë antar i lidhjes komuniste. Në kohën kur i merrshin atë kohë këto revoltet me leje gjona aty si ka dhënë kur kush për arsye se s'është kanë i dashur për shtetin e poshtë. Personalisht që kur e fillu këtë angazhimin publik, kena bisedu për organizimin e demonstratave që kanë 1998. Unë jam kanë shkollën e mesme kam kryer në Prizren, shkollën e mesme të mjekësisë. Për Klinën në kohën e para luftës me udhëtu për Prizren është kanë sakrificë dhe lodhje dhe problem shumë i madh, sepse zgjidheshim me kallëzuesin atë shku në shkollë. Edhe kur ka filluar lufta te jashart, edhe filluan demonstratat nëpër qendrat e Kosovës, unë jam kon organizator i 4 klasëve, 8 klasë i bie, 2 klasë, 4 paradite, 4 masdite, unë jam kon organizator me disa tjerë aty në klasë. Edhe ndërkohë në protesta, i mbajshim ata fashiritat e kush, kështu për mu duh pak ma, ashtu më kapin mu, mas demonstrata më kapin edhe më fusin mrena vetë 6 vjet jemi konë. Më vjen kesh nuk jo di emrat edhe kam harru tash. Edhe na fusin mrena, kur na fusin mrena aty, maltretime, gjona të tëne, ndër tjera, për më marrë në pyetje vjen një shqiptar, inspektori policisë në atë kohë. Emrin, du m'ja përmenë se do të me ditë bota. Emrin e ka pas Qerim Buzhala. I Prizrenit. Po, ja kam ditë në atë kohë, numrat e kerët, ja kam ditë në atë kohë, shpinë ku e ka, i kam ditë gjitha gjanat. Edhe më kanë marrë sërt në pyetje, kanë kryer ato punë të veta dhe e thirrën Qerimin. Kur vjen Qerimi, ju thot serbëve, tha, pse më keni thirrë për këtë rast kaq të vogël. Mu merr çaq Fortinati se mu doksin najnat e bonomin në ato komedi se shka dhe ai e zvogloi diçysh atë farë aktivitetin, punën tonë që ishim të bëj. Edhe peshose do në mrej Qerim Buzhala. Kur e pashti do në mrej thash po të një.
Tha kush jam unë? I thash me emrin e mbjemën, je filan Fisteki, i ki numrat e kirrit kështu, i ki shtëpinë këtë filan vendin. Sa çfarë do të më thonë, tha, të më kërcënu, thash ju ku zon, veç po të kallëzoj se të një. I tha sun karrej, faktikisht ai sun karrej, sun ka ashtu, po tjerë të kanë kryer punën e vet. Edhe kur kam dalë për aty, domethënë kur na liruan mas 24 orëve. Ne se ishim matri, fati jon kem se ishim matri, ishin ata të tjerë, 3 tjerë kanë liruar mas lufte për i burgu. Ne na kanë liruar mas 24 orëve. Nuk jo mushëm synin fort, edhe na liruan. Edhe kam dal, kemi filluar prapse prap aktivitetet tona, kemi filluar prapse prap, kemi vazhduar me demonstrata me gjona. Ndërkohë filloi atëherë me u acarua dhe me u prish edhe më shumë gjendje. Unë filluam me mjek policia nëpër qytet. Si dilshin në qytet, më bëshin probleme. Çfarë më bëu, në dësha me ardh te shtëpia, më u kthy në klin. Qysh më u kthy? O shkoni në atë ku zgjuzesh me udhë, lirisht smush me udhë. O shkoni kompani e autobusov kanë qenë te Mamushës. Birlike ka pasur në një kompani e autobusov. Edhe ata më thanë po, çojmë deri në Prishtinë, 100 marka i lypen. Mi u dhonë aty 100 marka për mos u mundsu milicia deri në Prishtinë. 100 marka nuk i kisha, mi kanë dhënë familja Kqiraj, cilti përshëndes edhe për mu kanë qenë si familje e dytë. Familja Kqiraj mi kanë dhënë 100 marka për më ardh deri në Prishtinë, kam marrë në Prishtinë të një shok i joni në Luan Troli. Më ka prit në banesë vetën, kam hyp nesrit në tren edhe me tren, në atku shkit nuk guxojshim me hyp në tren, se u tutshim me kaluar për Drenicë me tren. Kam shku te shtëpia, kur kam shku te shtëpia, është një histori tjetër aty me gjyshin, babën e nanës, kish pa vdekje, unë s'kam ditë gjë, kur shkoj se unë menova më shku deri te dajt, edhe daja gjyshi më çu mu te shtëpia me makinë. Kur shkoj aty më thot një dhonër i dajve të mim. Tu shku mrena, më thot, au mërzite. Tu shku te dajt, më thot, au mërzite. Hala e pa më ai shkon, gjyshi kish pas një ditë para vdekje. Ti pa pas asnjë informat, asnjë gjë nuk e disha, ishte absolut. Edhe më thot, au mërzite. I tham unë atij, thash, kur u mërzita erdha. Din s'jam mërzit hala, kur u mërzita erdha. Jo tha u mërzite për babën Pali. Babën Pali, tha po. Çka ka baba Pali, çfarë bëma tha? Ka vdek. Shysh, ka vdek. Shkova te shtëpia me boll. Mërzitet një për familje, mërzitet edhe për ta edhe. Në vimin e shkollës nuk e ke bën pe atë moment të tutje. Shkollën e kam lënë në atë moment kur kanë ardhur këta në atë kohë erdhën këtu ose beja u shliru, jo po qetsu pak gjendja dhe filluan me ushël shkollat shtëpia, çfarë do të janë kon, jam kthy prap. Po unë në qershor 98-s. Maj qershor 98-s, më vjen shumë keq, jam pak keq me datat, nuk po qershor, maj qershor 98-s unë me një djalë të miqës tem. Tashi, për më shku me u mobilizu, në Ushtrinë Qendrore na kemi shku në qershor 98-s. Edhe historike rrjedha rruga për më shku deri aty ka qenë Kolmirdita sot është dëshmor i kombit, është heroi i Kosovës. Ishim në Zllakuçan, edhe takohemi unë djalë i miqës Manuli, takohemi me Kolën. Edhe tu fol, na menën më shku ashtu e kishim, por na vyke pak një lidhje për ka më shku aty ku më orientu, çish më orientu. Edhe Kola ushtar para nesh. Ku koni i angazhuar? Në Drenicë, edhe Kola ka rënë kufi, tu pruar armatim. Ka rënë terrasa zogut në kufi. Edhe folëm, unë Kolën e kam pas shok, i kena pasur fshartat rafër edhe na kanë shumë miq, shumë shok me njëri. Edhe na kallzoi Kola, folëm me Kolën, tha kështu, shkonin në filan vendi, aty lajmërohi, edhe aty mundi me fillu aktivitetin. Vim shpion ai djalë miqës, faktikisht baba jem edhe baba i Manulit e dishin se na kena më shku. Nuk e dishin kur ditën në sakt, po pse jena në çat rrugë dishin sigurt se na kena më shku. E kishim domen. Edhe vim në shtëpi, kur vim te shtëpia, nejtëm pak Manulin, hypëm kam vëllë nisëm për Drenicë nalt, në fshat tonin, kryt fshatit, e kena pas baza ka qenë shtabi. Komandant atë shtab ka qenë në Shtupel, po komandant atë shtab tash ka qenë ndjeri heroi i Kosovës, Avni Zhabotat e morën emrin edhe shkolla jon. Jemi taku aty, jemi marrë vesh me ta, qysh si tek, jemi marrë vesh me u kthy edhe herë, me organizu si familje edhe me vazhdu atëfar punë. Në cilin vend Drenicën e pozicionu? Ne kemi qenë komplet në për fshatrat tona, në pjesën nalta në Jashanica, aty fshatrat aty për rreth. Por ne vim në atë shtëpia. Kur vim në atë shtëpia, i tregojmë babës tem edhe babës tina. Plaku jam edhe plaku i tina morën iniciativë me çu këtë punë pak më gjatë. Atë ma ashtu, ma organizu pak më mirë, mos me lënë veç ne dy. Edhe i thrasin kushërinit, takohemi me kushërinit, merrem vesh me shku këta në shtab për me u taku, me fol, mu marr vesh, këta kanë shku janë taku në atë kohë. Në fshat një herë mas aty kanë shkuar janë taku me Ganithashin, vllahun e Hashimit. Vllahun e Hashimit në atë kohë. Edhe janë marrë vesh qysh si tek. Marrveshja me ta, me shtabin e UÇK-s në Drenicë ka qenë na me u bë ur lidhse
e ushtrisë me i përcjell ushtarët e ushtrin, domethënë shtëpia jon me kon veni kur vinë kalojnë, pushojnë edhe na i përcjellim. Kush vjen prej Drenice kalon kana për me kalon duke qenë në atë pjesën anej, ma poshtë me ardh ka shtëpia tonë, me kalu ka shtëpia tonë, na me i pritem me përcjell dhe me siguru rrugën. Në fal korridor. Po korridor. Plaku masanej ka shku, i ka marrë 3 armë, faktikisht në Drenicë, ka marrë një kalashnikov dhe 2 push gdheqe. Gjitha bashkë një 5 copa fishek. Kur ka marrë 3 push të shtëpia, kalashnikov me push gdheqe 5 copa fishek, menojshim se çdo fishek e vret një njeri. Dhe thoshim na 60 vjet, kush na vjen këtu të shtëpia, 60 vjet na kena misakatu. 60 vjet kena misakatu. Faktikisht kur e rroka armën vetë dhe filloi me gjujt me armë, masanej e kuptova se 60 fishek nuk ishin kon kurrë. 60 fishek ishin kon 3 minuta luftë. Por çashtu menja jon, atë dëshira, vullneti, anë iknej, edhe ka vazhduar e farpunet, pastaj na kena vazhduar, unë jam masanej unë kam shku në Prizren. Në Prizren kam shku te familja Sinanaj. Familja Sinanaj është Nasuf Sinanaj, cilin unë e përshëndes edhe për mu nuk ka njerëz më të shtrenjtë përveç familjes teme se familja Sinanaj. Mu Nasuf Sinanaj me gruën e vet, me familjen e vet, më ka rrit, më ka marrë kur kam shkuar natë 5 në shkollë të mesme në Prizren. Shtëpia e parë, veni i parë që më ka hap derën, edhe më ka prit në shtëpi ka qenë familja Nasuf Sinanaj. Ne keni nuk i kena njoft rastësisht. Na me ta kena pas lidhje familjare qysh kur Axha ka qenë punë në Prizren. Na me ta jena njoft për vitet 80. Po kur kam shkuar në shtëpinë tyne, unë kam shkuar në shtëpinë time. Më kanë rrit, më kanë dhënë me hangër, më kanë dhënë me pi, më kanë la, më kanë rru. Unë se kam pas problemin e fjetjes kurrë. Nuk kam nej 5 vjet nën stop, por pak të lashëm e pas çushan kanë atë kohë, jo me të njek në demonstrata me hike më shef dikun. Jo me met pa banesë, më shku me dikun, kisha shtëpinë time kam pas, gjithmonë kam pas shtëpinë time, gjithmonë. Edhe kur kam shkuar në Prizren atëherë prapë kena filluar në aktivitetin me një shok temin, është emrin e ka tashim vjen Avdullah Shala. Avdullah Shala ka qenë vllav i Hajdar Shalës. Hajdar Shala tash është heroi i Kosovës, në atë kohë kanë thënë i liri. Hajdari ka ardhur për i dikun botës jashtë me 7 vjet pa shkuar në shtëpi dhe është vrarë pa shkuar në shtëpi. Ka vazhduar në luftë, na kemi udhëtuar shpesh për reti me Avdullahin. Kemi shku për reti, kena marrë instruksion, na kanë kallëzuar çamë bon, kena shku në Prizren, kena shku në qytet, shko te filani, shko te Fisteki, shko thuj çata çati, shko thuj, e kena pas një revolver me një 2 copa fisheke mojshim në çokun e aj, edhe rrugën e bëjshim kom. Mendojshim se me çata 2 copa fishek, mujna. Po bëjshim mangat për me vrarë veten, se dishim se sonë vrasim kanë me ta, po çashtu, mos më rad gjallë në dur, që është puna jon. Edhe për imen kena pas aktivitete të mëdha me Avdullah Shalin, cilin e përshëndes shumë, për imen është sot polici i Kosovës, djalë i mirë, djalë korrekt deri në pikë fundit. Edhe deri kur qëndruan në Prizren, çysh? Në Prizren kam qëndruar deri ku i ka rënë NATO. Deri me 24 mars. Kur i ka rënë NATO, na kthy prej retije, kena kry punë tona se kena pas edhe mënë na mu kthy prapë në reti. Kur na nuk kena mujt më kthy në reti sepse gjujti NATO do blloku gjithçka. Si ka gjujt NATO ajo pjesë u blloku, mos ka pas as miza s'ka mujt më kalu për më dash më shku në reti në ato pjesë tani. Edhe kena me të knej. Domethënë metëm qytet. Unë shkova te Nasufi, edhe filloi shpërngulja madhe e njerëzve. Edhe unë kam dal për Shqipni, kam dal me Nasufin me makinë bashkë me ta. 11 vjet, 12 vjet në makinë na me Nasuf Sinanaj. Unë kam dash me në shpitaj, se s'kam dash me lan lokën vetëm, në Nasuf. Por Nasufi ka pas kështu. Po s'dole ti këtë çu kena me nej. Kan mu vrau me fëmijë, me gra, me krejt çka na gjall, po s'dole ti po serrët ti me nej. Nasufi më ka marrë me zor. Ka marrë me zor se s'ka mujt me lan, s'ka dash me lan. Edhe kam dal i jemi nis me Nasufin rrugës, ku i na nis me Nasufin rrugës në far pjesën Prizren i thonë për Llanka i thonë ata. Në kanë ndal policia, njësi speciale në atku paramilitar, njerëz bisha. Në kanë ndal edhe e kanë nxjerr Nasufin me prej. Me myt. Lypen lek s'kishim mu, më kishu migja lek pare prej Gjermanie në Kosovë, por në atku nuk u kanë si sot në Vestër Union, atje i qenë këtu i merr. Po u dash nëpërmes agjencioneve me prej 3-4 desa të vinë, e gjëra të tjera, mu migja më kishu pare prej Gjermanie. Nuk kam mujt më shku mi tërhek paret e mia, edhe unë s'kisha pare, as i cent, shumë pak në shtat, 15 marka, edhe Nasufi çështë që pa pare. Por, gruaja Nasufit, nana Sherife, i kish pas 300-400 marka të mshefme. Kur na kanë ndal policia dhe kanë dashur me prej Nasufin qaf, nana Sherife ja u ka dhënë 300 marka. I kanë nxjerr 300 marka dhe u ka dhënë 300 marka. Kemi dalë në Shqipëni pa asnjë telash. Pa jo telash sa dush, po pa asnjë cent, pa asnjë kështu, pa
Edhe ditën e parë që kam shkuar në Shqipëni, unë më që kam vazhduar. Dëmtim kështu. Ja, dëmtim s'kena pas fizik. Ditën e parë që kam shkuar në Shqipëni, unë kam filluar direkt rrugën time, si në isha veç në çat rrugë. Kam filluar, jam mobilizuar në shtab aty te Kuks. Kena kryp punë tona nëpër Kuks, më shku me fol me njerëz, më thonë njerëz më bëu ushtar, me anej gjëra të tjera. Edhe me datën nuk e di saktë, po e di se Sovjet që po ta ndërprej, Sovjet që kon për ato që 19 që kam pas. Kur e bashku luftës. Po, shumë i ri jam kon. Tashti te kjo puna e ri, kur po flasim sot me dikan edhe po i thojmë dikujt se kemi qenë ushtarë ne, po na thonë e ke pas obligim. Po dikush tjetër kur unë i kam pas 18 vjet, i ka pas 30 vjet. Edhe ai ka pas obligim, po çat obligim nuk e ka kry. Nuk jena peshman, jena shumë mirë me atë punë që kena bërë. 300 jetë me i pas ndryshe se kisha bën. Atë nuk ka satisfaksion, nuk ka gjë më të madhe, gjë më të mirë në botë se sa kur unë dal sot në qytet Klinës, edhe i shoh min tunet e të uknaqë rinia, ku i shoh min e mi, kur kthejmë në Gjermani, fëmia mi dalin vetë në Klinë. Në Gjermani nuk i lën nona vetas, nuk i lën asone. Dalin fëmia mi, dalin në qytet, rrin, kthehen në shtëpi pa asnjë lloj problemi. Tham vetit një pikuj ndeti e kam gjujtë dhënë për çdo ditë, edhe njëna mirë fort. Edhe kam shku, jam mobilizuar aty, kemi vazhdu punën tonë, me datën 4 prill kam shku në Koshare. Për datës 4 prill jam anej, edhe kam vazhdu. Çish kanë kontakte, çish vendosën me u bashku në Koshare? Kanarët na kanë thonë, a ka vullnetar. Kemi qenë një uzinë tonë dikun, nuk i di tash ti me në Kuks, edhe një uzinë i na kanë disa ushtar. A ka vullnetar për më shku, nuk e kena ditë një herë saktë për ku, po a ka vullnetar për më hin Kosovë. Dhe unë jam kanë, kam shu dorën, kam thonë po, i na kanë disa. O shkon Dritan Sferka, o shkon Bakia Zemi, e disa tjerë, se më vjen shumë keq se nuk më përmend emra se si audi. Kam marrë. Edhe kemi vazhdu me datën 4 prill kemi shku atje. Kur kemi shku me datën 4 prill, kemi nejt poshtë në Papaj, disa ditë, edhe atë kemi vazhdu rrugën përpjet. Me ata djemtë aty që janë konë, ata janë konë grupe tjera që janë konë shumë para nesh. Kush u bashkua fillimisht, ka pas kush u konë udhëheqës me në grupit? Tashi në fillim kur kemi shku është konë Thaçi mbi emnin. Më vjen shumë keq se në moment nuk është më ashtu ai ka qenë komandant i tokës tonë. Ai ka qenë komandant i tokës tonë, edhe me ta ai si komandant tokë, po kur kena shku aty ne kena dorë rrugë. Ai ka shku te Fadila Dëgjona në batalionin e 4, na kena vazhdu me Hysén Berishën. Pa unë njoft me Hysén Berishën përpara, si na njoft, si na po aty kena vazhdu, domethënë reni u konë me shku në me ta, qashtu në kanë thonë dhe qashtu kena shku. Edhe aty, kur kam, ka nërë plët ushtarë, ka pas shumë ushtarë. Disa ushtarë janë konë pak ma të gatshëm me sakrifiku, faktikisht kush e ka marrë atë rrugë, ka llogaritë dhe sakrificën, po kur ja afru pak si afer, e ki pas se ka pak ma primen kjo farë punë, edhe Hysén Berisha ka thonë, kush ka vullnetar, ju ka kallëzu një herë kështu. Ka rrugë sa tha qëni, çdo ushtar joni tha i ka tha 2 pushk. I ka tha 2 pushk. I ka 2 pushk se ka vrarë një shka edhe ka një pushk të vetën. Keni mi vrarë, keni mi prej, keni mi grinj, ku ta diun se shka, gjana ne këne edhe kjo punë ka ndodhur masi kena shku ndonjëherë. Kur na kthy prapë me Hysén Berishën me marrë ushtar të ri. Edhe Hysén Berisha u ka thonë tha kështu tha. Djem tha ngoni kënej. Me gisht kështu. Ti djalë tha po. Tha ty tha ka më të vrarë tha çu ky shok. Tha ti tha s'ke mujt minimum. Ty tha tjetrit tha çu ky tha ka më të plagos, tha ka më kput krahin. Edhe ti të shku, tha minimu, atina tha ki mu vratha dhe ti. Qatë Gulinove kishin a i farë 12.7, tha qatë Gulinove, tha ku e keni aty, tha kam jo gjujta granata për pjetë, edhe Gulinove ju i tha kam jo mytë. Ken njëherë shumë vullnetarë, dikur ra në bon pak ma pak. U bon ma pak se ju ka dhej pak si ma drejtë. I pas ka tut. Tut, jo, pa qëre, kjo puna me ushtartë, puna me frontin është nryshe me ashton, në front, o e ki dikant si i beson 100%, o nuk i beson heq. Aty me gjys nuk ka. Edhe kjo ka me të vllai armës, që kjo është vllai armës, se ti nuk i kanë më tafer, nuk i kanë. Dhe kom strategji me filtru këtë njerëz. Që me ditë njerëzit që kushon gjeni mu sakrifiku për imen. Edhe erdhën disa, djem zot, djem të mirë, edhe kena vazhdu. A ka pos tani keni ne deri në fund Koshore. A ka pos ballafaqime shumë, domethënë me forcat serbe, ballafaqime direkte? Ballafaqimet me forcat serbe janë konë të përditshme e të pandërprerme. Sepse pikat që kina marrë na, kur është marrë kufinin Koshare, kur e marrë Karaulla, kur e marrë gjanat Koshare, Serbis ma veç i ra i farë reputacioni republike pa prekme. Që është edhe video famshme që shkelin migurët, po.
republike pa prekme, për arsye se republike pa prekme është kon derisa i ka pas kufit e vet në kontroll. Në sekondën si ka pas mo kufit e vet në kontroll, moja nuk u kon republike pa prekme, u kon republike sakatuar më veç. Edhe ata kanë tentuar me çdo kusht me i marr pikat e veta edhe herë. Kanë tentuar me çdo kusht, po për një men ka pas djem që janë vrarë për çdo ditë, ka pas djem që janë plagos për çdo ditë, na i kena pa tu vra e tjetë na kanë pa edhe ndet ju një mua të nësë janë vra. Po e shumë në ful për ronin e Urim Mehmetit e kena diskutuar. Po. Që edhe nëse nuk gaboj keni bor trupin e tij. Po. Është kanë forcat serbe në u futën në prapavi. Ka Shqipnia. Po. Edhe ishim në një 5-6 ushtar. Ka qenë Urim Mehmeti, kam qenë unë, ka qenë Hysem Berisha, ka qenë Raci një djalë, s'më kujtohet emri ç'tash, edhe disa tjerë. Ka kena shku te poshtë, na, mu më ka thënë Hysem Berisha mi kontrollu do shtëpia, janë kon shtëpia të thata, më ka thënë mi kontrollu mos ka njerëz në to. Edhe nëse ka njerëz në to, më thon dilni se na doshin veç mi sulmu serb, se na kishin një prapavi. Kam shku poshtë, nuk është kon kërkush, jena ofruar na shumë ofertë në pa u ditë se jena ofruar, se nuk na kanë pa. Ka ardhur Bilbil Breçani, që ashtu që është kon djalë 3 me djalë i Zotit, që ka ditë nana me fal. Është kon uragan, bishë kon. Se i dhanë është... Bilbil Breçani është i katunit markaj të Tropojës, sot është hero, edhe ka ardhur Bilbil Breçani. Ka ardhur Bilbil Breçani, Bilbilin e kanë, shkit, sa është ardhur. Edhe na kanë prit sa mu bashkuna. Në sekundin si na prit na, i na bashkuna, Hysem Berisha ka caktuar Urimin në pikë ka qenë, në pikën tjetër ka qenë ai djali Raci, më vjen shumë keq se sot më kujtohem në Tina, edhe na tjerë në për pika kështu. Edhe në sekond si na bashkuna, dhe kena dashmja fillu punën tonë, shkit kanë gjujt granat. Shkit e kanë njoftë kufinin 100% më mirë se na. Sepse 50 vjet janë qenë çati. Ata kanë ditë çdo pikë, çdo vend, kanë mujt me qellu me granata ku kanë dashur ata 100%. Edhe si na kanë pasi na bashku, kanë gjujt granat. Si kanë gjujt granata parë. Fatkeqësia e madhe e Urimit, ndoshta në fatkeqësi Tina ka qenë pak fatjoni, se granata i ka ra Urimit të komt. Edhe Urimin nuk e kanë myt copat e granatës. Urimin e ka myt fuqia granatës. E ka myt kjo far lufti, hajri granatës. Dohi çato. Çashtu, e ka gjujt 2-3 metra përpjet, e ka gjujt dhe ka lçun tok, bam. Kur ka ra Urimin tokë kanë i thym komplet pi gjaki s'ka der. As i pi gjaki s'ka pas. Edhe ina tërhekna, gjithë prej nesh na grith ka pak, se plag është kur plagoset njëri son hec më ose kur jet invalid, unë çashtu ashtu plagon. Na kena pas gritha, kështu që Zoti gritha janë kon, nuk janë kon më të mëdha. Edhe ina tërhek mas një guri. Hysem Berisha i shkon plagos pak më shumë. Edhe e kanë po çtu në fyt dikun, po fati Tina ai ka rat guri, ai ka rat cop granate, po jo kështu, po i ka ra. Nuk e ka prej. Nuk e ka prej, po veç e ka ashtu. Edhe pesho me gjak. Shkova ju afrova, qysh je mirë, jam anë i knej mirë vall. Kemi nejt edhe pak i kina sulmu shit, kanë hik shit janë tërhek, tash ti ndena u deshke me tërhek Urim Mehmetin. Na ka pak gjonat të rona kina bajt në dur atin, Urim Mehmetin nuk u kon qaq i madhe, qaq i Zoti sa me kon qaq i ron. Po në jetën teme gjama ron që më ka ardhur në dur. Nuk ka pasi sa Urim, nuk e kam tërhek vetë, e kina tërhek disa ushtar bashk, edhe ne kina tërhek Urimin. O ko distancë larg ku keni pas me tërhek? Për me tërhek, për me shku me tërhek na veç i na konja 3-4 metra, 50 metra, se u largum, për mos më na myt edhe një tjerëve që të granata, i krym punën tonë me serb, u tërhekën serb, të shkuam na me tërhek Urimin. Po atë për me qu kon larg. Për me qu deri ku deshëm me qu na te pikat e treshit, thëshim, u shkon goxha larg. Kon dikun ja 2 orë gjys rrugë. 2 orë gjys rrugë, kena nërësh atë far lesën si thëshim na me do dronj ja kena qit, i kena marr do këtu jaknët, i kena qit këtu në mong të jaknë dronjt për me mujt menu Urimin që aty edhe me bajt qashtu tu ndroher një. Po ekstrem shumë e ron. I qum Urimin aty, i kishim 2-3 net pa flajt. Të lodhëm, traskapitën sa s'ka pas tjetër. Edhe shkojmë me flajt atë natë në Shator. Me flajt në Shator është shkon sikur me flajt sot në hotel me Pesyje. A kena hinë atë Shator, si kam hinë Shator me flajt, edhe ushtar tjerë, na kanë sulmu serb prap. Na kanë sulmu një herë me do drita për me po ku jena. Edhe janë 10 dritat, kanë ardhur do shok me mçu. Nuk i di kush janë konë natë. Kanë ardhur mçu për gjumë i thash çuna. Thash more çto thash le des tash s'moj jam lodh. Edhe po më ka gjuar me zor. Jam çu me zor, kena dalë në farveni na mshef pak. Edhe gjujtën ata, po nuk ke diçka e madhe. Kështu, kërkush ish pa ashtu, edhe mirë vallu, krya e farpune. Po ka pas ngjarje, ka pas gjona, ka pas e kena disa raste konkrete nëse mund na më përmend, për shembull ronja e Hazit të Ulajt. Po. Hazizin unë e kam njoft
qysh kur kam qenë në shkollë mesme në Prizren. Azizi ka qenë kondukter autobusi me një agjencion se nuk më kujtohet tash emri. Do në mushka akoma më madh. Shumë më madh se unë Azizi. Po, shumë më madh, ka burr i vjetër, i vjetër. Ka pas rreth 40 atëherë. Po ne na shumë po, me juve po. Edhe unë kam njoftë si fytyr, kondukter ka qenë kur s'kishim parë në Amerikë, si në Zancna, kur s'kishim në Amerikë, thotë hajtë s'ka gale. Edhe ka ardhur Azizi aty. Kur ka ardhur Azizi, ka nejt disa ditë në vit frontit, ka pas të lashë me shpinë. Ka pas shumë probleme me shpinë. E bllokoi shpinën, nuk mundej me lëviz. Edhe ka shku ka fol Veseli me ta. Ka shku Vesel në Ziri ka fol me ta dhe e sheh Veseli se son s'bota, vjen Veseli te unë kam qenë shumë afër me Berisha. Jam qenë tash më thon krahu i djathtë, e thot ai. Unë po tham jam qenë shumë afër me ta. Edhe ka ardhur Azizi, ky Veseli ka folur me mua, tha dokta, kështu është puna me shtan, thash. Okej. Kam shku te Azizi, kam folur me ta. Ç'a din ti me babër burr, thash, a din. Tha nuk du më largu, tha du me nej këto, tha du me vazhdu, po diçka tjetër, tha çka? Tha di tha me qit burek. Jam tha furragji, tha di me qit burek. Di me qit burek mira, po shku aty se Berisha, thash komandant hen, thash ç'është do të shkoj punën me ta, thash burek po di ka me qit, thash le të shkon në kuzhinë burr bele burek na ban. Tha po, tha veç a din, tha na pshton. Edhe disa ditë na hamën burek të mirë për Azizit. Bile ka historike punë. Kur na vike bureki, unë e Bëlbyl Breqani ngutshim ka pak shkit për me vjedh burekin. I ngutshim shkit me na granatu ata me na gjujt, edhe ushtarët mu shefe na merre burekin edhe shkohom shefe dikun e hajshim njesin, hajshim 2 ditë në atë burek. Derisa na tha Hysén Berisha, tha ç'ka po tham. Me bëm i ngutsa dhe i herë shkit, tha kur vjen ta bureki, tha kam jo vratë dyve. Dyve tha jo vratë. Se o dike se najnë atë e bën. Ja më boll. Shkojmë mas disa ditëve në bazë në tresh i thoshim na, Hysén Berisha kish punë edhe unë shkova me ta. Kur shkojmë, ka qenë aty Xhafer Gashi, është konë Rustem Berisha, bile është konë një kru, Rustem Berisha është konë t'i la t'u rru. Njënën anë të fytyre se ka parru, anë tjetër i patmet parru. Xhafer Gashi mdo këtë konë anë të gjuni aty, nuk e di sakt kush janë konë, po e di se Xhafa o konë, Hysén Berisha o konë edhe në tjetër në anë. Edhe ndërkohë, na granatojnë nihet granata. Tash veshi jam ish mësu me fishlimat e granatës, se disha parafërsisht, ja qëllosha forca ku kamera. Edhe ndërkohë e kam njën fishlimin Azizi në kam të më thonë dhe merri cigare. Unë se kam pi dohanin as sot as atëherë. E kam një granatën të fishlu edhe në moment kam rënë tukë. Kam rënë qëllimisht në tukë. Edhe i kam përdita Azizit bjerë. Ka ra granata por, bam, ka ra granata dytë, edhe ka pas një pauzë pak sekundëshe, jam qu në kam, e kam prek veten, se mendua se më ka kap dikun, e kam prek veten këto mongët e këmishes. Më isha unë e fasha gaza, më isha në mongë të këmishes. Edhe e kam pas se më ka prish mongën e këmishes. Fati jem, se s'm ka rrugë mu, ka rrugë ata. Edhe kam një Hysén Berishën të bërtita o ma vrau dokin. Ka menu që të ka rrugë ty? Ka menu se më ka vrau mu, se unë rashën tukë. Menja ti se më vrau mu. Edhe unë, sepse Hysén Berisha i shkon plagos. I shkon plagos në balë. Që të qenë balë. Ta shti këtë në trive, e gjenerata o treja, kur ti thush është plagos në balë, thot ai ka vyt me dek se kur ta gjuish dikan kompjuter në balë, aty jo me të filla, din. E nuk e din se mundesh edhe më u plagos në balë, mundesh u plagos gjithkund edhe mundesh me pështu. Hysén Berisha i ka pas ato copa deri tashvon, nuk e di ai ka eka se ka ik. A janë kon copat gurve, janë kon copat granata, ata nuk e di. Edhe e kish mlu gjak i fytyrën e tina. Ai nuk sheke. Edhe bërtiti të madhe. O ma vrau dokin, o dokin ma ka vrau. Ma ka vrau dokin. Edhe jam kthy, kam shku te ai, kam friq që ballin, e kam nu një fashën, kështu i thash, gjallë jam. Tha ku je, më ka shajt. Jo më ka shajt, më ka bërtit. Ku je, thash, që edhe mirë boll, i na kthy, kur jam kthy, e kam pa Azizin, e kish marr granata, i kishin këtu edhe kish dal mas kreje çka. Në sy, po. Në sy kishin edhe kish dal mas kreje. Hala u kanë gjallë, edhe ina munu e kina marr me tërheq me Hysén Berishën. Kur kina marr me tërheq me Hysén Berishën, na kanë gjujt granatën tjetër. Unë e majsha kam pas një pancir, edhe kam hek pancirin, më janu Hysén Berishës për me. Sa ai spat pancir. Më janu Hysén Berishës me pshtuaj, se unë isha ushtara, ish pak më ndryshe. Unë më ndryshe se ai s'do të më vrau, s'do të më plagos. Ai do të më vazhdu, unë më vraun subaj kenami. Një ushtar më pak e më shumë, nami subaj. Edhe ja kam nu kët pancirin për më, u kthym ka këshir çu Hysén Berisha. Ka këshir zar ka thonë mend veta ky budalla, jemi në mend çaj të vë. Edhe mirë boll, ka thonë mbaj thash vesh komandant. E ka vesh, e kina bajt Aziztolën me çupërpjet për me dorëzu te time kadria. Doktoresh tim ja ka marr pasportin dorë. Po kur kina dorëzu na te timja veç Azizi u kon besoj se u kon veç i rap, ka para. Se mu për një ushtar më vjen shumë rënd me thon ka vdek, se nuk ka vdek. Ai është përjetësu, ai është hero, ai është çdo ushtar që ka ra, ai është përjetësu, ai është jeton i gjallë për ne. Edhe e ka tërheq
timi ja ka marrë dhe masa ne ju kuptu se Azizi ka vdek. Në kodrë ty në kena dhe romjen e se shkojna gradualisht në sasi diçka kondër të Bylbyl Breçonit, që veç përmene në histori dhe ma heret. Po, Bylbyli ka ra mas lufte. Ka ra mina, ka ra mas lufte. Po, filmen herë mas përfundimit luftës, për arsye se ne kemi mision Hysén Berisha thonë, ushtar i Rom nuk guxon me u kap piserve, s'guxon me u kap shkive, nuk guxoj me lan ushtar mal. Thoj kem çka baj unë, nëse kryet lufta ndonjëherë, çka baj unë kur të ma lyp nana vet djalin, çka mi thon unë? Ç'mi thon, ku e ka idealin? Çka mi thon? Edhe më ka pa thon kështu, edhe për mëne kena pas mision. Ushtar të Rom mos me lan na ashtu. Ata djem pa të ra një pikë ku nuk kanë qenë me ne, po kanë qenë me disa shokë vet. Edhe ata shokët e vet s'kan pas mundësi mi tërhek, edhe u kthyn Hysén Berisha ka nervozu fort edhe për mëne ka nervozu shumë. Tash ti na tentuam edhe 3-4 herë tjera mi tërhek ata djem. Sa herë kemi shku me i tërhek kina ranë prita. Aty e ka hub kamën, kur kina shku në mi tërhek ka ranë mina një shabi, thëshim, djali Pejes, djali Hasreti, djali Zotit dikun në Evropë, ka qenë Hollanda, nuk e di ku, po ka pa ardhur, u konë shumë i mirë për çmend të minash. Kina shku me ne, u konë Alma Shkupi, një çik shumë e zoja, sot është në Zvicër. Për Zotit Alma është thonë çik se 3-4 djem s'kan mujt mi dal përballë. Është shumë çik e zoja dhe për ne është një motër e jona dashne e mirë sa s'ka tjetër. U konë edhe veshë Po. Alma u konë doktoresh për me çmend të mina. Është shumë e zoja me çmend të mina. Edhe Alma u konë me ne, i na konë edhe 3-4 ushtar tjerë, kena rënë prit se Sinoni rënë në minë. Shabi rënë minë, u desh me tërhek ata, kena shku herën tjetër, shabi këputi kamën. Ju këput kama. Ja këputi mina kamën, e tërhekëm me nxit Zotit e qumë dinat. Herën tjetër kena tentu prap me Hysén Nezirin. Hysén Neziri është një djalë i Shqipnisë, tash jeton në lagjën e Junik. Hysnia është kon njënin ndër njohësit më të mirë të kufinit. Hysnia është kon vëzhgues i kalibrit, mundesh me thonë, këtyre njerëzve të shkolluar fort sot ditëve të sodit. Në atë kohë, për me gjujt me granat, nuk ka pas kompjuter, mjak Terezit me kompjuter, ka qysh si tek. Në atë kohë deshke me shku dikush me nëzani pozicion, edhe ai tjetër si me granat me gjujt dikon, e gjujke nështë granatën e par gabim, edhe ti u deshke me sy, me mat sa djatha, sa majta, sa minus, sa plus. E Hysnia është kon njerëz që lëshoj granatën bingo. Kur ta jep Hysnia koordinatën me granat, 99% të rasteve ka ra bingo. Bingo i thëshim na ku i bike për imen me myt në një. Që ajo kon bingo për ne. Edhe Hysnia kon shumë vëzhgues shumë i Zoti. Edhe ram në prit prap Hysnia kputi kamën. Edhe Hysnia që kputi kamën. Për minës tu dosh mi tërhek ata Gjakova. Herën tjetër kena shku mi tërhek, nuk kena rënë mina, po na kanë sulmu shit kështu, atë kryq s'kena mujt me gju. Edhe u dosh mu tërhek, s'kena pas mundsi. Ata ditën e parë metën aty, përderisa metën ditën e parë, shkiti rregulluan vendin e tyre për me na prit ne çu deshin ata. Edhe mas lufte, tash është pak ma ashtu. Prindë e mi vinë me mlyp mu. Se unë s'pata kontakt disa muj me familje. Kam pa fol një herë në telefon me migjen në Zvicër, i kena pas do telefona satelitor, migja dike si jam shnoshe mirë, po tjerë të familje, baba, nana, gjyshi, këta tjerë në Kosovë këtu nuk e dishin se ka jam. Problem kam pas adhonim në atë ku, se asun se kam ditë për familjen të me, hiç kush s'kam ditë, absolut. So ku? Mujt ton. Pri kur jam kon prizren, pri aty mos 4-5 muaj ka pas s'kam ditë. Bile kur lypshin ka herë ushtart, më shku me vizitu familjet. E veta Hysén Berisha merke shembull mu. Që kësë konë. Qërë kë, thëjke, as nuk e din ku i ka, e as nuk lyp më shku me dit ku i ka. Ju pe dini si kini shnoshe mirë, rënë rahat. Unë, me gjithse, unë ja kam pa dhonë mision vetit, në qëse në herë i takoj familjen teme, kam i taku në shpi. Edhe në pakon Tiranë s'kisha shku mi taku, kur heq njët. Kam pas ashtu, kam pa thonë, një takusha në herë, kam i taku në shpi teme në Shtupel, ju dikun tjetër. Shkoshin në Shtupel, takomi, shku në Shtupel, takomi ditë në mirë, që shno është je bon. Edhe familja ka ndartë më lyp mu. Shkojnë në Prizren mas parit e Nasufi. Nasufi ju thotë mornin, se mornin kanë thonë ata familja, tjerë kanë thonë duki. Duke të kanë thonë për shkak se... Shkullës mesmet miksis. Që konë në nëvë këtë që ke posë më lukë. Qashto. Edhe ju thotë ajë thotë ka shku në Koshare, thotë është për mu. Familja e me s'kanë ditë si jam unë. Thotë nana e me mornin në Koshare, thotë po. Ani, okej.
edhe nisën këta, vinë Gjakov. Kur vinë Gjakov me mlyp, hinë aty u kanë një shtab të Hotel Pashtriku më dokët, ata s'kan pas informacion shumë, s'kan ditë. Se emrin faktikisht as s'ma ka ditë kush. Familja pseudonimin s'ma ka ditë. Edhe vinë në Koshare, nisën për atë pjesën, në për Junik. Junik, pa hinë Junik, e nalin këta një Pinzgaver. Edhe të ai Pinzgaver një shok i jemi i ngushtë, edhe sot, edhe atëherë edhe gjithë jetën edhe djalë shumë i zoti. Një Xhevdet Çahili Drakula, i kena thonë. Për i të pakve si ma ka ditë emrin nuk on Drakula. Drakula emrin nuk ma ka ditë Edmond, po ma ka ditë Ermond. Edhe dalin këta, plaki jemi në latë Pinzgaverin, të përpara, thot, me një djalë të miqës plaki, me Bacendod, me nonën teme dhe me shoqen e Bacendod bashkë. Del aty edhe thot, Drakula, plaki thot, Edmondin thot, qështu, ata shoferi Pinzgaverit nuk ma din emrin. Edhe Drakula ullë për mrapa, ma nin ata të mlyp. Del Drakula, thot, babsem, thot, kush o te lyp, thot, Ermondin. Baba jam thoton, edhe Drakula ka për qafe. Kur e ka Drakula për qafe, plaku thot, pas ka vdek, pas ka ra. Thot, ti, ati djallit nuk e ka ditë emrin, thot, kallxom, thot, a është i ram, a ka dek, a kanë vra, a është gjalla, a është i plagosën, a shka është me nda, thot, qërë, thot. Bacakull, thot, nga. Qitë Pinzgaver, si e kish tash, thot, si një te vozit na, thot, para si ka 10-15 minuta, si e ka lanaj. Thot, shnosh e mirë është, shko lype, thot, te 327, 327 ka pas pseudonimi se Berisha. Shko lype, thot, te 327 që aty kime gjithë. Edhe ata kishin ardhur, o shton kryqi Unikut, une dola pri asoj shpiz bazë ku e kishim na, dola me patrullua, nuk e di pse dola, edhe tu ec rrugës se shohat kushërinin, aty te ai udh kryqi. Edhe tha me mend mia shko të lyp mërë këto, ai mund nuk më njofti. Shkoj une, afrona nga tina dhe i thamë, psa do, që të lyp këto? Dhe e taj më qyrë, thot, ty thot jam të lyp, thot, unë s'kam hup, tha më në s'kam hup. Jo, thot, s'ki hup, thot, por najna të lyp ty. Thot, kush je, me kanë je, më kalzon, thot, jam e Bacen Kol, kule ka pasën baba jam, me nanë tem edhe me grune vetë, po. Ata kishin, i kish marrë një shoqe jo në luftës, tash të më kujtuaj misa, dhe i kish fut mërën në shpi. Edhe kishin fillu me fol. Më kalzua jo, e ba me bime, ne i knej, mire, pa ka shumë kush jena. Edhe, une, fut na prit dere, nana të prit, se ku të shkoj, une ka më shku i hol, e i keq, e i shtrent, e i pahongën, e i papi, me ku ta dim se shka. Fakt se kena pas munges haje, munges pije, munges veshe, munges mathi, po mali na pa të zhvillu pak. Kem zhvillu pak në malë për pjetë, unë ishim pak ma të forte, pak ma të zot. Edhe kur është liru u zotësu më dhe ma shumë. Edhe nana të prit kur ti une, që shka me i, si s'ka më njoft. Gruja e djallit misë, gruja ba të zot, i thot, non steme, thot, a nje, thot, djallin, thot, me bo me pa. Ajo, nana, thot, qysh mërë, thot, nuk e njo, thot, në djallin tem, thot, të di që e të full. Thot, a je sigur që e nje djallin tanë kur ta shohish? Por qysh nuk e njo? Normal, thot, që e njo. Edhe në ndërkohë në himra në ndirë. Kur himra në ndirë, më shë nana. Unë alë të më këshyrë. Tha, a je ti bre djallin jem? Tha, shvetone. Edhe u qu, fjale a parë më ka thonë, mashallat koft. Mashallat koft, se mashallat non, tha ko kesh nështë si mulla. Se e të më prit nëshë ka më shkunë aty, edhe mirë bolin na përshëndet, kina full. Ta shti dalim na pri atyhit, edhe dojnë na më shku të Hysen Berisha, se unë ju thash aty në hajde, po shkujmë ku e kena në atë komandën tonë. Më thot mu baba, apo vjen me mu të shpija. Unë i thash, pa full, në ata me ka pusht kaltë, të shgudzoj me arë. Do të me full me ta, thash, edhe më thonaj. Edhe shkojmë në aty. Kur shkojmë, Veseli për jashtë. Veseli në ziri për jashtë, unë i la printe mi për jashtë, nuk i fus mrena. Se tu me vetë një Hysen Berisha. Hi mrena, edhe i thamë komandantit, tash komandant hen, thash, qështu, thash ka nërë, thash, që a mujnë me himrena. Thash, kusha mujnë me himrena, thash, familja. A je bërë normal bërë, thati, që shta Milan, tha për jashtë. Thash, jo, komandant, po me të vetë, jo, kina himrena, mirë bod. Edhe tash ti ulmina aty, i thot, nana ja me Veselit. Thot, shqyqyr se kini pështu e fjallë tjera në iknej, thot, se kush e ka rok pushken, thot e ka bo plan se dhe ka mu vra. Vesel në ziri, thot non, thot jo, thot unë thot e kam bo plan, thot mi vra shkita ta mu jo. Thot unë thot ka marrë me vra, jo me u vra. Edhe që aty atesh një kanë fillu familjet tona, familja e me familjet Veselit kanë kontakte, jena shumë mirë me ta, Veseli është burri mirë, djali mirë, patrioti madh, edhe me, nuk ka, dhe me thonë është shumë rregull. Po,
Kena pas ngjarje, kena pas Ti ke pjesë që edhe Roni, domethënë Bylbyl tash Bylbyl Breqanit, tash tregoj. Do të më marr mua të shtëpia, domethënë familja ime më shku të shtëpia, del Bylbyli. Më sheh Bylbyli thotë do kujt të shku. Thash jam të shku çështë 2-3 ditë. Më thot Bylbyli kështu. Thotë mos shko se ti e din se unë s'rri pa ty. S'më vjen ai pa ty. Po shata e këta. Mos më rri më shumë se 3 ditë. Do thot më kthy gjithçysh. Thash kthej na Bylbyl dhe prej më na për qafë, na përshëndet që më pakon të ditë se njëri pinesh s'ka më kon. Kam shku, kam ne 2-3 ditë të shtëpia dhe kur jam kthy, çat ditë Bylbyli kishra. Ditën që e kthy. Ditën që jam kthy edhe ka rënë kështu. Bylbyli ka shku me i tërhek ata me disa ushtarë tjerë me i tërhek ata dy gjakovart. Kur ka shku me i tërhek, afër tyne i shkon një arkë municionit. Arka municionit e mineratme. Domethënë e mushur me mina, jo me fishek. Dhe Bylbyli e merr arkën e municionit, me hap arkën e municionit të kujtu se ka fishek nda. Edhe kur e çon arkën e municionit, ajo mineratme. Kur kena tërhek Bylbyli nuk kanë çështë. Domethënë kish pas sakatu knej, se e ka pasur është mine. Ata janë tërhek Bylbyli ata tjerë, edhe kemi shku kur kanë rau ushtar për çdo ditë. Kanë rau ushtar për çdo ditë. Në kur luftë, në kur ashtu nuk ka pas dikush për dikan se ka dhënë lot. A ka pas në moment pak më të qetë, për shembull në periudhë më të qetë, kështu që keni mujt me ka pas momente relaksit që tash do më thonë ashtu na kena bëj gare, e thënë me gjona se s'u dash me bëj gare, se na nuk kena pas me tjera gjona. Në atë kohë i bishin ka 5-6 arkivole për herë. Bishin arkivole pa vrau ushtar hala. Edhe kur shkojshim na shoqënia, kapshim ja shkruajshim emrin ton. Ja shkruajshim në arkivol, unë për shembull shkruajsha Doki. Edhe ju thoshim shokëve njëri tjetër, unë për veti sigurova. E sigurova. Ti kështu mund të siguroni, unë për veti si ashtu. Edhe kur u ktheheshim, kur e merr këtë dikush arkivolin, na bashkë me gare me njëri tjetrin, thoshim kush ma ka marrë temin. Kush e ka marrë arkivolin tem. Po ka pas momente relaksi, që s'ka pas, na knosh me pak, na knosh me kuzhon. Na knosh me fjalë, kena kesh, vi kemi lajm zeka nan çojë në budallak, kështu që fjalët e tina si janë kon. U knashim të kesh 3 ditë me fjalë me lajm zek. Me lajm zeka. Me lajm zeka ka incizime të një djali që nuk është treni mja thonë emnin. Ai djal është kon ushtar i Majkit, Michael Spit. Është kon gjerman, snajperist shumë i zoti, edhe Majki ka bëu djal ushtar të vetin, pa të bëu ushtar të vetin, kon të mësu për me snajper. Edhe Majki të mësu, ndërkohë nuk ka një farë ledine, në atë ledin bjen gjunjki granat. Edhe këta tërheken. Ushtarës janë konë aty tërheken. Edhe na granatun ekstrem shumë atë ditë. Vjen Majki, ishim mas një guri, edhe thot Majki për djalin thot është i gjallë. Me çfarë sa dishim na me marr vesh. Pak anglisht, pak anej, u merrshim vesh diqysh. Është i gjallë. Edhe jena çu me tërhek. Atë djalë kur kena shku. Kur kena shku në tërhek atë djalë, tash njëri ka herë i thot veti ta bona mirë, bona keq. Unë më ka përcjella ja kam bë mirë, kam bë keq, edhe sot më përcjella ja fal. Qëllimi po i mirë, po. Edhe kena shku me tërhek atë djalë. Kur kena tërhek atë djalë, ai është kon veç i vdekur, faktikisht. Me Vesel Nezirin edhe me Bakia Zemin e kena ngjall edhe herë atë djalë. Kena ngjall sepse ka pas një granata në këtë pjesë dhe dol granata në pjesën kënej. Ja kena shtëngu me fasha me ashtu për mos mi dal ajri. Jo më veç gjaki pa ajri. I frynshim goj, aty ne i dilke ajri kënej. Edhe kena ngjall edhe herë. Më kujtohet si sot ai djalë më ka kapur që mos e kena ngjall, më kanë gjit për dorësh. Më ka shtëngu dorën fort. Edhe i ka qel syt. I ka qelë sytë më ka këshyr, ju kanë zbardë sytë edhe herë. Edhe e kina lidhë qash sa kina mujt, e kina nuni për zgaverë dhe ka marti me kadria. Ka vazhdu rrugën ma poshtë, kina njëse për rrugë ka vleh, ka roj gjallë. Thonë është tonë në rast që sot kur e kujtujmë, thujmë, i thu vetit, nashta u konë ma mirë me palon, u konë i vdekun, thujë. Po vullneti për me majt njët, dika nuk konë maj malë se sa dhimta. A kam një dhim, dishka ma shumë asë ne as kam një dhim. Na mendojshim me majt njët me çdo kusht. Po shkoj shkreti edhe ç'a më bën, janë konë gjana si në takimin para se me zhvillu emisionin e përmenëm edhe një herë Veselin me beretat e kaltra, që është një histori. Serbët e kanë pas pik
kështu pik referimi, pik për me sakatu, e kanë pas beretën e kaltër. Ata se kanë njoft me emrin Hysén Berisha, po e kanë pas me myt, me vrau, me ashtu beretën e kaltër. Edhe ky ekspozoi ke pak më shumë. Në përmestina se ishim ato ekspozoi me na tjetër. Edhe na gjuajnë një ditë me granata, o shkoni far pjesë në lart malit, na gjuajnë me granata, more se sigurt i shkon dikun vëzhguesi afër. Na gjuajshin, ka ro granata poshtë na ka kap. Edhe kur ka ro granata poshtë na kena hik, i na largu. Në çata vende ku ishim, domethënë na, ku i na largu 20 metra pi çati vendi, çat vend ka ro granata. 4-5 granata njënën mas tjetrës. Edhe dikur smujtën me na ashtu, se u futën mal edhe jo hupëm atë Terezinë, smujtën më na. Edhe tashti nesër pa ditë, Vesen Lezi i thotë Hysén Berisha, komandant, tha fol. A bojmë sa diçka, tha çka më bë? Tha atë oftufin sa diçka ti mashtrojmë shkica, çka më mashtru, tha fol. Jep më tha mu sa beretën, e kaltër kapuçin e kaltër. Jep më mu, tha dalon ata vrasin mu. Edhe tha masi të vrasin mu, tha ti e merr tha apet tha kapuçin e kaltër, beretën e kaltër, tha edhe delta le çojin apet. Edhe jo kina ftof, tha ata mu kanë vrasë ti s'kan pas çfarë të bë. Po në momentet me humor. Po, kena pas edhe humor. Për imen, ne na ka mojt në atë kohë, na kanë shumë shok, i na dasht, i na respektu me njëri tjetrin, se nuk mundet me kanë dikush tjetër më respektu ashtu, përveç ushtari me njëri tjetrin. Edhe çajo fare respekti për njëri tjetrin e atëhershëm na ka mojt edhe sot. Na nuk mundna me u taku për çdo ditë, nuk mundna me fol për çdo ditë, po kur takohemi kem çka flasim e kem çka thojmë. Edhe koni si me konoter. Si me takon para 20 kusur vjetëve. Mos shkon ai rast, e ka përmend dikun Hysén Berisha. Është konë i patë mor pikat e serbëve ato pika aty, dhe u bajke luftë për çdo ditë, me bum, ata tentojshin me tulifar njësishe, me tulifar armatimje, mi morr ato pika, smushin mi morr se si kena palshu, kena pa on vetë detyrë se lëshoj mo. Edhe ndërkohë Hysén Berisha shkojnë bashkë në tresh, i thoshin, më kthehemi. Tash ky kish marrë informacion për bazës se janë të dashur me ardh, janë të dashur me i pru serb të 600 rus thoshin, kanë marrë me luftu. Edhe na mbledh Hysén Berisha ja 4-5 ushtarë, 5-6 ushtarëve me fol me ne. Edhe tash tu na kallzu, tha djem tha, çuni tha. Kështu puna, tha kena mundësi tha me pas sa sulme të mëdha prej tyne. Çush i kena renet. Do të kemë ditë pak, ai na për një mend çashtu çush kena folur, do na më ndryshu mene. Çush i kena renet, të ton absolut s'ka shanse, do të vjen kush vjen pa u vras, s'ka si më shkojmë. Edhe Drakulla ja vën kështu durve. Edhe nis me kesh. Hysén Berisha i thot Drakulla, çapo kesh, çka ki? Jo lethat komandant se pas na mund të luftu. Po veshin shumë se kanë pas na mund të luftu. Kanë dorë i nam kon pik me drejton Sferkën. Drejton Sferka është një djalë i fshatit ton, vetëm një jetë njofshëm se kanë pas në luftë. Domethënë, ai për mua kanë familjarë kanë gjithçka, e kanë pas fshatit drejtonin. Asnjë tjetër s'kan pas njofshëm. Edhe kena pas një pik 2-3 ditë e para me drejtonin, edhe kena pas 2 shkit vram përpara nesh. I kena pa rregulluar, kena pa nërsh çashtu mirë se kur të vinë mi tërhek, mos milon mi tërhek, atë do ishim me ashtu. Edhe tashti smutën mi tërhek, granatojshin, gjujshin, bam, edhe po thotë Hysén Berisha tha pilon, ta le të marrin, se na sagatun. Drakulla kish nërresh një farveni, mas lisit, e kish nërresh qesi me brisk, edhe pip në kom gjujke. Hysén Berisha, o Drakull, lejo burr tha ti marrin, tha se na sakatun. Le tha ti marrin, tha këtë softina se janë të na vit mo. Drakulla që shoj, vallaj komandant, ju tha se u knasha të vra. Nuk i lava mi marr. Po, edhe në faktikisht i kanë tërhek. Njën ato ku fo ma ci qetisin ti vërros. Qata janë. A cili ka momenti ma i vështirë, shtu nëse më nolësha me në luftën kështu, a ki në moment që thu, që ka ma i vështirë që e kom përjetu? Qyre, çdo moment i ramjes ose i plagosjes një shoki, është për një men i ramë edhe është për një men i vështirë. Në atëherë, nështë nuk o duk shumë i vështirë sa duket sot kur e menojmë. Se janë konë, jem gjithë se i cili ma i zoti se shoqi, ata si kanë shku, e ata si janë mo. Çdo rast i ramjes është i vështirë, për shembull, por unë du me thonë, i vështirë për mu, ka qenë ramja e Kikse Bujarit, Bujari Jasiqit e Besniki Jasiqit, që kanë ra në mine mas lufte, e ramja e Bilbil Breqanit. Këta janë konë, që me thonë, kulmi, kapaki i njerëzve si kanë ra si së shtasht me ra në qatë kohë, po që kanë ndodhë. Po ka pas edhe rastet tjerë, ka qenë një rast një djali i Ferizajt, nuk ja di emrin tash. Masi është në nshru marrëveshja.
në atë kohë si kanë nënshkruar në Kumanova, ku kanë nënshkruar ata ditë. Edhe Fisnik Ismaili i ka përgjuhu radiolidhët e shkive. Edhe ka mujt mja qëllu sakt se ku janë të dash me gjujt ata. I përgjojk edhe mujt mja qëllu. Na kena pas një vend të vrojtorët, i thojshim, kanë pas gjujt shkit në gjitha ondë, po që aty asnjëherë. Edhe nena pa të shku menja, se në këtë vend nuk gjujnë kur, së mundet me, është në pikë strategjike, ku granata së mundet me rrugë, qashtu thajshim na, qashtu me neshim. Edhe atë natë që është në nëshkru marrëveshja, na ishim që aty. Edhe i thot Fisnik Ismaili, i thot Hysen Berish, thot, largohi për që atyjit, se kam një sulmu. U konë pyetje sekondash. Edhe Hyseni i thot atina gjithve, po dha ati djalit se u plagos e Ramasani. Edhe largohemi na një 10 sekonda, 15 sekonda. A 10-15 sekonda, bin granata, për i menë që shio. Ndërkohë, ne na thojnë se u plagos që e djali. U plagos. Edhe unë e kthejna. Kthejna më shku me ashtu. Kur shkoj, e shkon plagos në kry, hala të full, hala komunikojshë me njën tjetrin, ter, not, su shikë kërë zonë, drita s'guzeshë me dhejtë ashtu, subaj. Edhe ja kam lidhë kryt. I kam thonë Hysen Berisht, le ta qënë Drakula me Pinzgaver. Unë për men kam vozit mirë në atë kohë Pinzgaverin, se s'kam pas nevojë për drita, ja qëllojsha rrugëve pa drita. Në rësirë. Po. Më ka thonë sa dok, tha, që ti tha se rotllën, tha dikon Drakula, që tha ti? Jo, i kam thonë, jo Drakula, po ky Refkirac, i kam thonë le ta qënë Refkia, më ka thonë, jo tha se rotllën dikon, tha që ti. Edhe e kam marrë, kam qu dete ti me Kadria. Kur kam rritë timja, mo nuk u kanë të fole gjallë. Edhe mas një orë, 2 orëve, ka thonë shpijet. Janë konë raste si disa njerëz, që shme thonë, kanë ra, a i djallë nuk ngojmë mu tërhek për aty, të dhe për që ta ra. Shish mu tërhek, nuk ishim tu tërhek me dalë me lëshu piken ose me anekni. Po për që të si pozicioni, me shku në pozicion tjetër, se që aty kishin me gjujt me granata, pa isë ngojmë mu tërhek, edhe ndodhi që ndodhi. E kështu të pos parasysh keq të luftime, do më thonë vrosje, plagosje, a ki frikë që ato momente, pasi që nuk bëhet që për një ditë, po me mujtë tonë. Tash do më thonë diçka, friga është njerëzore, edhe nuk ka njerën këtë botë që nuk frigohet. Veç më varë që shë menaxhon frigën. Tash është fillimi, kur ta shohësh është pak maron. Dikur të mësohet syni, të mësohet kryt. Nuk është se frikë. Kjo friga është me utute me hik, po friga është edhe me umbrojt, me urujt. Me tute me nejt. Po, me tute me nejt. Nuk ka njerën botë se nuk tutet. Tash edhe kafsha tutet. Po instinkt. Instinkt është, po më varë që shë menaxhon ti. Një pjesë e ushtarëve, një pjesë shumë e madhe e ushtarëve kanë ditë me menaxhu edhe pse kanë pasë ty me të vrarë dikush në krah djathtë, me të vrarë tjetrin në krah çmajt. Ti e din se do ti mundesh me hon janë për çatë, në veç e patë fatin nuk shkove veç tash. Po që është edhe traumatike, kështë edhe mas luftës me nej nuk ka pos trajtim duhur të ushtarëve, se kam po gjithçka, ka një gjithçka, nuk ka pos as psikolog nështë që janë mirë me këtë pjesë. Me ushtarët, me u pa marë veç 5%. Me ta, sa i kanë shajt, edhe në veç 5% me u pa nejt në krah. Në krahasim me shajtjen, ishin konë fort ma mirë sot. Po mas lufte, me shumë ushtarë, e shumë njerëz janë marrë me fymje të ushtarëve, me shajtje të ushtarëve, me degradim të ushtarëve, e më kujtohet mas lufte, kanë qenë ta fshati jonë, u kanë një sakatu, mi kallën, një pjekun. Na, kena qenëru pak ma mirë financiarisht, se shumë pjesë të mëdhaja të fshatë, për arsye se na kena pas, kam pas 2000 gjallartë njën në Zvicër, njën në Gjermani, me gra, na kanë një mu, e na kanë majt, na i kena pas kushtet për atë kohë fenomenal të mira. Do më thonë, na nuk kena pas nevoj, më shku me marrë dikun një dyshek me qutë shtëpia, po i na konë gjendje me bleqa dyshek, le të kushtan sa të kushtan, sepse i na konë shumë mirë financiarisht, për kohën, falë mi gjallarëve të mi, do më thonë, vllazëve të babës tem. Edhe i shishin njerëzit se shkojshin e mershin dikun një dyshek, një shtëpi shkaut. Nuk thoj ke kush se është e marrë për fukarallak, po thoj ke qërë ke hajni. Ai nuk u konë të vjedhë. Se familja qatina njëri, si ka marrë qatë dyshek, janë konë të flejnë qilë të hapun. Asa ta fër shatorat që kanë pas. E i kanë etiketu njerëzit qaq folë sa s'ka tjetër. Tash do më thonë diçka. A ka gjan më të poshtër e më të rëndë se kur flitet sot për rroga veteranëve. A
ka nëjse më të poshtër. Kur flet dikush, ja rrita rrogën, si ja rrita rrogën. Ose i bona pjesë të pagës minimale. I bona pjesë të pagës minimale, ose janë të damtu buxhetin e shtetit ka që anekni. Njerëz, në qoftë se nuk e sheh ky popull, ky vend, të arsyeshme, ose nuk e sheh, nuk mendon se çta njerëz kanë bën diçka për mua, e unë du m'ja u kthy diqysh, ama një kohë, mos jeni kurrë se s'ka kush nevojë për atë parë. Absolut asnjë sen. Kur zhon s'do të më shumë një ushtar, veç mos e shoj. U hiq për kur zhon s'du, unë asnjë sen s'du më shumë hiq. Unë s'kam nevojë as tjetri, kërkush e kanë pyet dikan thotë për mas lufte ose pyesin shpesh herë, thojnë a është Kosova se ti e menon? Unë personalisht për çfarë sa kam menuar atëherë, Kosova është një 8 milion herë më mirë se sa unë e kam menuar. Për arsye se unë e kam menuar kur të kryhet lufta, nëse pështojmë, kam shku në shkollë në Prizren, në shkollë të mesme në mjekësinë atë kohë, e mos mi mshef librat. Nuk kam shku më te shtëpia e Mehmet Sulës, cilin e përshëndes edhe ka qenë burri i Zotit se na ka liru shtëpinë. Më shku me kry në shkollën Shpetina, nuk kam shku më te shtëpia e Mehmet Sulës, ndërmjet aslan atje në fund pulsit ku i na kon, po kena më shku shkolla mesme e mjekësisë kon në qendër të Prizrenit, në Çadërvan. Kena më shku në Çadërvan në shkolla, me dalën pi kafe në qytet. Për shef leturit. Pa im shef, kena më shku në shkollë atër. Edhe pushim të gatë kena më dalën pi kafe në qytet. Jo me hinte ajo biljardi që ka pas me Mecula pri shkollës, ishin biljard që ti më shefta të lujt. Nuk asnjë ushtar, nuk ka ushtar se ka shku në luftë ose se ka shku kërkush ka shku në luftë, lufta na ka ardhur ne. Mos kena shku në luftë. Mos kena pa shku as në Kinas, në Indi, në Beograd, në Dreshas, në Birna, në Kosovë, në luftu në shtëpitë tonë, në vend tonë. Asnjë ushtar nuk e ka menu se kur të kryhet lufta, unë kam i pas këtu ato privilegje. Asnjë hiç. Asnjë hiç. Në qoftë se nuk e shohin këta të arsyeshme. Shteti pa marr parasysh kur do të jenë ata në udhëheqje. Në qoftë se nuk e shohin të arsyeshme se çta njerëz e meritojnë çta. Mos ta japin, veç mos të flasin. S'ka nevojë. Asi ku jani s'do na. Nesër më ndodh. Inshallah kur më nuk ndodh këtij populli se lufta është tani poshtër. Gjeneratat e reja mendojnë sot se ndoshta lufta është nuk e di qysh, atë në për kompjuterin djallë, për kompjuterin çmojt, po lufta ta vret babën, lufta ta vret vllaun, lufta ta vret motrën. Almiku ta dhuron nanën, ta dhuron motrën, ta bën 1000 sanet qia, ta djeg shpinë, ta na zezat ti ban. Inshallah kur më nuk ndodh lufta, po nesër më ndodh. Po të bajbe 90% mas pakti. E ish luftetarëve në vit parë iki. Atë kështu e kikta sigurt. Në vit parë iki. E kështu që vish leni rahat e mos i shani. Ku zon tjetër s'ka nevojë, vish leni rahat mos i shani. Unë që thash në fillim, unë nihna mirë kur dal sot në qytetin tem, edhe i shoh rinin, bashkëplaksja mas vet, po kur i shoh këta pak më të ri se unë, në kohën kur unë jam kon, në moshën e tyne, unë u dash me majt një fletore në shpinë, e kafe mas me guxu, mas me menu, më shku me pi dikun kafe, se më çin hushkit. E kur i shoh sot rinin, fëmia mi, djali i madh i ka 12 vjet, djali i vogël i ka 10 vjet. Dalin prej shtëpisë teme, unë kam shtëpinë me qytet një 5-6 kilometra larg, shkon shoku jemi taksist, e i merr e i çon në qytet. Dalin ata në qytet edhe thojnë e hongre hamburger shto, ne ashtu dalin e kënaqen pa ju thon kërkush ku zhan. Kur ti thot dikush i kujna je, ai përmend me emrin, thot jam i filanit, i thot babën tanë kam shok. Adin, edhe çaj si e vet i kujna je, e babën tanë kam shok, ndoshta edhe një pije diçka jo çarës. Po që kjo është liria, që aty kur të kthejna unë për i Prishtinë tash, edhe kur ta shoh Klinën, qytetin, plot 33-ja, tham, ka dalë se një pikuj në deti e kam gjujtë edhe në përshta. Edhe nesër e gjuja 5-5, aty na 5-5 e trumbulloj pak, se lo pa trumbulloj. Po, edhe mund të kthejna në herë të luftën, nëse që shemore lojmë, do me thomë për lirin, a keni prit para prakesh dy javë të fundit, a keni ditë që është të shkruaj lufta drejt fundit, edhe që shke kthimin në shtëpel. Tash kallzoj. Përsi u të kry lufta, është ditën e parë që nisë. Se s'ka luftë si s'përfundon një ditë. Këtë luftë na përfundon një ditë. Po kur kryhet, ata se ka ditë kërkush. Janë shtete tjera si ka sulmu, për i qile, po janë 20 vjet në luftë. Ty ka pas shtete tjera si ju kanë nimu, ku ta diun lindjet afër ndan, lindjet larg. I kanë sulmu amerikanët NATO NATO jo, por NATO kofish amerikan. Sulmi pari NATO s'është na. Kosovë, por nuk është ditë se është u kry lufta.
Nëse kena ditë se kur ka mu kry, asë që ka mu kry, po për si ka mu kry një ditë e kena ditë. Me neja pa neja, jo mu kry ka. Lajmin e kena marrë me një tranzistor. E kena pas një tranzistor, një radion të vogël, do janë konë me antena, kështu si moheshim, tash s'ka masi. Edhe në çato ngëshim, janë rreshim bateriat, kur kishim bateria me ngu, kur s'kishim s'ngëshim hiç. Edhe i kena ngu lajmin se u nënshkru marrëveshja Kumanovës. Edhe Hysén Berisha mor lajmin para nesh. Hysén Berisha erdhi na kallzoi, tha çuni tha djem. Marrëveshja u nënshkru, luftës sa ti funi, tha po çdo ditë ta duhet më rujt. Duhet më rujt shumë tha për arsye se këta nuk marrin armatim për mas. Nuk marrin armatim për mas, edhe u kon fakti gjallë se për një mend çka kanë pas. Armatimin e kanë shpras para si më u kthy. Granatime, luftime, gjujtje, provime, ata ditën e mbrëm kanë tentuar me marr kufinin. Edhe ditën e mbrëm kanë tentuar me marr kufinin. Se me pa marr kufinin nyshesh vol. Po se kanë pas, s'kan pas çka me lip marr atë kufin. Aty s'kan mujt mi thon se jam shtet me kufit pa prekun, se s'kon shtet me kufit pa prekun. Edhe s'kan lënë, ndoket asnjë fishek ndoket për mbrapa se kanë marr. Edhe mirë boll. U tërheqën ata, tashti na dëshim me Ronjunik. Kur dëshim me Ronjunik, po na thotë Hysén Berisha 3-4 djemve, në shku tha me dyn përpara mi prej kolonës. Mi prej kolonës. Edhe unë pi tham tash komandant mi prej kolonës, është mos ka shkibur. Ata kanë shku tash, shkojmë tan bashk. A dok tha, me pa nënshkru, tha na marrveshje. Me nënshkru kapitullimin, tha, shka kishe bo? Pa shëzote, pa vra, tha, se kisha dërzu armen. Kur njetë. E tha, qështu që shetu menu, ti tha ka dhe na i shka, tha, si menën. Munët, tha, naturat e poshtë, 2-3 shkija, 5-6 shki, dalin, tha, nëse ka tojnë ushtartë, të ranë kolon, në i vrasin 20-30 ushtarë, të vrajti sa dushtë, në i vrasin 20-30 ushtarë. Kështu që tha, më shku për para me vëzhgu të rinë, me pa, ka, s'ka. Kina shkue, kina vëzhgue, kina pa, s'ka pas, edhe atër kina ra poshtë njënik. Masi kina ra njënik, qysh kallëzoa se kanë marrë prind mua aty. Kur kina shku të unë e kam një djalë të miqës, një kushën i tafërt e kam, ma shumë se kushën e kam vlla, kam gjithçka. Ai, në kohën kur ka kuptuar se unë jam luftë. Ai ka qenë tu studiu për prift në Kroaci. Tash është prift në Malzi, Don Gabrieli. E njohin krejt, është shumë aktiv. Edhe Don Gabrieli kur nin se unë jam në luftë, thot mas luftë e kena fol, i ka thonë vetit, thot nuk e la vetëm kurr. Dhe Don Gabrieli vjen pi Kroaci. Por ai nuk vjen koshare, por nalet në pashtrik. Me këtë shigjetën, këta që i patën sulmuan e i ka pashtriku ma vonë. Edhe ai nalet atje, na nuk kina mujt mu taku në luftë. Edhe unë shkoj të shtëpia. Familja jeme, do me thonë e shohin se jam ç'në është mirë. Familja e Gabrielit nuk e din se Gabrieli është në luftë, as kërkush se ka ditë, veç unë e kam ditë. Edhe unë shkoj të shtëpia, ku shkoj në shtëpi, e ves babën tem, thashë Belia ka ardhur. Se Beli kina thonë. Tha, jo, tha Beli s'ka ardhur. S'ka ardhur Beli, tha, jo, tha Beli s'ka ardhur. Ma bre, po. Mirëboll, thash, po mos fol aty, mos i thuj se nuk e disha ai shala se s'ka bë me ta, ka pshtuar, s'ka pshtuar, është gjallë. Edhe shkojmë në shtëpi. Na kena pas shtëpinë e vjetër afër dyrëve të Borrit. Në atë kohë vishin lajme her për njërin, her për tjetrin, se dikush u vrajke, dikush ja çeshin një lajm se është plagos, është diku në spital. Bojnë dyrët e Borrit tonat. Unë në shtëpi mrena del djali miq, del Manoli me plakun tem. Edhe kur del ai të dyrt e sheh Belin, Don Gabrielin. Edhe vërtet o kuku Beli. Me të thonë vërtetën, u vra Beli, edhe nuk e di instinktivisht një farë sakice e kishin pasur aty të dera shtëpisë, unë marr sakicën dal jashtë. Edhe kur dal jashtë, e shoh Belin. Edhe motra Gabrielit, Angelina, edhe do gra mrena ja filluam në bërtit, në piskat. Me vajtuse, menja si ai nuk keni film mrena, ai kish ardhur me dikana, këta të folë të dyrt të oborrit, menja aty u vra Gabrieli. Ko ka vra Gabrieli. Dhe dalën jashtë e shoh Belin, qysh je mirë, marr ç'ka i thash. Atë edhe Manoli ta aty thash e mirë mendar që do bërtit kështu, du tranun thash gratë, ai më kthy shpejt dhe i kam thonë, gjallë është çekuar, të dera. Nuk e besoj që nana Gabrielit, se Gabrieli është gjallë. Nuk e besoj që. Po kjo është në fund qershorit, kjo është në fund qershorit, masi na shliu. Që kjo kon kthimi të shtëpia çat në atë kohë. Edhe atëherë kena vazhduar, kam vazhduar shkollën në atë kohë, apet në mjekësinë, kam studiuar në Prishtinë 2-3 jetë tjera. Atë në vitin 2004 jam kthyer, kam shku në Gjermani. Atje kam jetën edhe sot edhe është. E më ndajnë të shku drejt fundit, pas që kena kaluar edhe kohën,
Unë të falenderoj që gjete ku edhe erdhën sëdje, edhe na dhe një rrëfim ekskluziv, ku më duket që është Hirapor. Të falenderoj shumë. Falenderit ju për mundësinë. Ju uroj punë të mirë. Shokëve të cilëve nuk ju kam përmend emrin ose s'më kanë kujtu, ju kërkoj falje. Po është njerëzore, po. Është absolut, unë nuk kam marrë me 3 letra në dorë, 5 letra në dorë me fol të lexu. Po s'kam as letra as kusho përpara, kështu që çka më ka kujtuar në moment e kam thonë me sinqeritetin më të madhin, pa dash me egzageru, as pa u mundu me ja hub dikuj kontributin ose të mirën që ja ka bë vendit. Kam shumë njerëz cilët ndoshta si kam përmend, po unë i di se shumë njerëz më kanë ndihmuar atko, edhe jemi kon shok pa ndashur, jemi kon miq, jemi kon dashamir, e kemi edhe sot atë miqësi, që thash në fillim, në luftë o i beson ose i beson dikuj. E na i kena besu shumë njëri tjetrit. I kena besu tepër njëri tjetrit. Edhe shqyqyr se i kena besu, se mos i pa besu se ishim të lirë sot. Nuk keni zgënjur. Absolut kurrë hiç në jetë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.